Cila parti u gjobit më së shumti nga PZAP? A ka ndonjë parti e cila nuk është gjobitur? Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar gjoba ndaj disa subjekteve politike për shkelje të ndryshme gjatë fushatës zgjedhore dhe ditës së zgjedhjeve të 28 vjetorit. Gjobat lidhen kryesisht me shkeljen e heshtjes zgjedhore, përdorimin e burimeve publike, përfshirjen e fëmijëve në fushat dhe vendosjen e materialeve propagandistike në kundërshtim me ligjin. Lëvizja vetëvendosje është dënuar gjithsej me 11.500 euro. Pra, 1.000 euro shkelje e heshtjes zgjedhore kur një zyrtare e LVV-s publikoi fotografi gjatë votimit në ditën e zgjedhjeve duke përdorur sloganin zyrtar të fushatës Mos lësha pe. Kurse 4.500 euro për fshirja e fëmijëve në fushat në tubim përmbyllës televizjet vetëvendosje u përdorën fëmijë në moshën 15 vjeçare në skenë së bashku me kandidatin për deputet. 6.000 euro përdorim i burimeve publike për fushat, kandidat të vetëvendosjes përdorën zyra dhe pasuri publike si zyrë ministrore e urë publike për qëllime fushate zgjedhore. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është dënuar me 1.000 euro për shkelje të heshtjes zgjedhore pasi kandidati dhe mbështetësi i OAK-s publikoi një postim në Facebook me thirrje të drejtë për drejtë për votim në ditën e zgjedhjeve. Gjerca Lista Serbe është dënuar në total me 147.000 euro, 45.000 euro për vendosje të materialeve propagandistike në kundërshtim me ligjin në disa komuna, 50.000 euro për vendosje të materialeve promocionale me 23 dhjetor, 30.000 euro për vendosjen e materialeve promocionale me 22 dhjetor, 20.000 euro për vendosje të materialeve propagandistike në disa lokacione, si dhe 2.000 euro gjobe shqiptuar pas ankesës së lëvizjes vetëvendosje. Pra, këtu janë gjobat të cilat PZAP i ka shqiptuar gjatë këtyre zgjedhjeve.